Realisht, plani operativ është pjesë e përgjithshme e buxhetit të shtetit dhe sigurisht që çdo shtet, çdo institucion duhet të ketë një plan operativ, por ama definitivisht që duhet të ketë edhe masa për të parë efikasitetin e atij plani operativ. Gjykoj që zgjedhja aktuale, respektivisht thirrjet e fundit të cilat janë bërë përmes masave operative për punësim të rive, dyshoj që do të japin rezultatin e vetë për vetë faktin që nuk është hera parë që paraqiten këta masa nga ana e Agjencionit për punësim, po edhe të institucioneve tjera, edhe të Ministrisë së Bujqësisë, Agjencionit për Mbështetje Financiare për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, ku mbështet fermerët e ri, për dallim prej Agjencionit për punësim, ku të rinj deri në moshën 29 vjeç mund të aplikojnë për njërin prej masave dhe të tjerët mbi 29 vjeç, tek Agjencioni për Mbështetje Financiare në Bujqësi, të rinj në sektorin agrar llogariten deri në moshën 40 vjeçare. Megjithatë, mungesa e informacioneve adekuate se sa kanë qenë efikase këta masa në të kaluarën, në bën të dyshojmë që edhe efikasiteti i këtyre masave mund të lë shumë për të dëshiruar. Ka disa vite që buxhet po ndahet në vazhdimësi për masa për vetë punësim. Ka patur ndoshta një numër të konsiderueshëm të rinjve të cilët kanë aplikuar për këta masa, megjithatë nga ajo që kam parë deri më tani, jepen informacione për shumën financiare që do jepet për çdo aplikues, por ama fatkeqësisht kjo shumë financiare nuk është e shoqëruar edhe me pjesën tjetër që gjykoj të jetë shumë e rëndësishme, e që ka të bëjë me mbështetjen ex post kushtimisht pas ekzekutimit të planit, që janë themi trajnimet e ndryshme për sipërmarrësi, gjetja e tregut për të gjithë ata sipërmarrës të ri të cilët duhet të futen në tregun e punës, dhe megjithatë ka edhe një kusht tjetër themelor që shumë pak po ofrohet si informacion në publike, që është 2+1, që i bie të rinj të cilët do hapin biznesin përmes këtyre masave janë të detyruar që 2 vitet e ardhshme detyrimisht të mbanë themi biznesin të gjallë, dhe plus edhe një vit tjetër, domethënë realisht në total janë 3 vite që biznesi nuk guxon të shuhet. Në të kundërtën sigurisht që ka penalitete të ndryshme. Ajo që ndoshta është si lehtësim është që i njëjti person që ka hap biznesin ndoshta mund të mos vazhdoj për x arsye të jetë pronar ose i punësuar në atë biznes, por ama detyrimisht do duhet të zëvendësohet me dikën që ka profilin e ngjashëm. Dhe kjo realisht e bën një lloj pengese shfrytëzimin e këtyre masave, dhe normalisht që të njëjtat paraprakisht duhet të ju sqarohen të rinjve të cilët janë të interesuar për të aplikuar për këta masa. Për të matur efikasitetin e kësaj mase, sigurisht që do duhej paraprakisht të kishim informacione, respektivisht të ishin bërë matje ose analiza të efikasitetit të masave paraprake. Zyrtarisht unë nuk kam një raport të cilin e kam konsultuar për këtë gjë, po bazuar në fakte dhe kontaktet që kemi me njerëz që kanë qenë shfrytëzues të këtyre masave, realisht ndoshta vetëm 2-3 biznese unë njoh që kanë qenë shfrytëzues të masave për vetëpunësimin e të rinjve dhe që vazhdojnë edhe sot tek kësaj dite të jenë në treg kushtimisht tanë. Kështu që kjo është një hije e zezë themi mbi shfrytëzimin e këtyre masave, të këtyre fondeve në aspektin financiar, dhe normalisht që në një situatë të tillë nuk mund të presim të ketë një efikasitet të theksuar të këtyre masave për një arsye shumë të thjeshtë. Mjetet financiare si tërësi që jepen nga ana e shtetit rezulton të që nuk mbulojnë as pagën mesatare, po as pagën minimale të atij vetëpunësuarit brenda një viti. Dhe nga ana tjetër, këta mjete financiare nuk mund të shfrytëzohen për pagë, po do të shfrytëzohen për furnizime të ndryshme, për makineri, për hapësira, për gjëra të tjera, pra për gjithçka përveç pagës. Dhe nga ana tjetër është pikërisht paga, respektivisht kontributet që këta të rinj të vetëpunësuar duhet të jakten shtetit brenda një viti. Atëherë i bie që nuk ka kurfar masa lehtësuese, që të paktën përderisa janë të rinj të vetëpunësuar dhe shfrytëzojnë këta mjete financiare nga ana e shtetit dhe e kushtozon që 2 vite respektivisht 3 vite të mbajë të gjallë biznesin, atëherë për këta 2 vite besoj që shteti do duhej të çlironte nga pagesa e tatimeve dhe kontributeve në tërësi këta të rinj të vetëpunësuar, me atë që të jenë në gjendje të paktën të nxjerrin pagën e tyre si të punësuar. Kështu që mungesa e informacioneve, dhe unë besoj që institucionet shtetërore, përfshirë këtu dhe Agjencioni për punësim, ndjekin në mënyrë të vazhdueshme dhe kanë informacionet e domosdoshme për të parë se sa nga aplikuesit dhe përfituesit e viteve të kaluara vazhdojnë e ngelen edhe më tej në treg,
por vetë fakti që ata të dhëna nuk bëhen publike, sigurisht që ka diçka që nuk shkon me këta masa. Këtu është ai bashllëku ose ai mos koordinimi themi ndërmjet themi regjistruesve aktiv ose kërkues aktiv për punë që janë enti në përpunësim dhe masave të cilët duhet të aplikohen ose të implementohen. Realisht ka një trajnim, një javor ose 2 javor, nuk jam shumë i sigurt, dhe të gjithë atyre aplikuesve dhe që kalojnë fazën e parë për të futur në fazën finale të aplikimit ose të mbështetjes nga ana e shtetit. Por ama, çfarë është ai lloj trajnimi që për 1 javë ose 2 javë të aftëson ti të jesh një menaxher i suksesshëm i një biznesi të ri, pa kurfar informacione themelore, pa mos patur as tregun, pa mos njohur tregun, pa mos njohur konkurrencën, pa mos njohur pjesën legjislative, themi detyrimet ndaj shtetit, pagesa tatimeve, kontributeve e licencave të ndryshme të cilat mund të sigurohen e kështu me radhë. Kështu që besoj që në vazhdimsi shteti dhe Agjencioni për Punësim në veçanti duhet të organizojë dhe në një farë forme dhe të detyrojë këta të regjistruar si kërkues aktiv për punë të ndjekin hapat e ndryshëm të trajnimeve me tekst të veçantë, ndërkohë të bëjë identifikimin atyre njerëzve potencial që do aplikoni për këta masa, që të përgatiten 3 muaj, 5 muaj, 1 vit para. Kështu që 1 javë ose 2 javë pasi të aplikojnë për këta masa, të përgatisesh dikën, të mbijetojnë në treg, gjykoj që do jetë një masë e suksesshme. Dhe nga ana tjetër, fakti që mbështetja për të rinj deri në 10.000 euro për vetë punësim në këtë fazë, ndoshta mund të llogaritet si masë e mirë, por ama pyetja shtrohet sa të rinj ka në Maqedoni që janë nën moshën 29 vjeç dhe që mund t'i kontribuojnë tregut të punës. Sa nga këta të ri realisht do vazhdojnë edhe në të ardhmen të jenë në Maqedoni, kur ndoshta shumica dhe pjesa dërmuese 60, 70, 80% me siguri që do demoralizohen e mbase do mbyllin biznesin në vitin e parë. Dhe kjo do bëjë që edhe në vazhdimsi të kemi një largim gjithnjë në rritje të rinjve nga vendi. Çfarë duhet të bëjmë? Duhet fillohet nga sistemi arsimor. Në qoftë se jo fillori detyrimisht i mesmi dhe ta përsërisë edhe një herë atë që e kam thënë disa herë, nuk duhet të vazhdojmë të mbajmë shkollimin e mesëm të detyrueshëm. Duhet që shumica e këtyre të rinjve potencial me që ndjekin shkollimin e mesëm të detyrueshëm, ti lejohet ekonomisë së tregut, ti lejohet kompanive që ata të fusen pak më herët në zanat, në pjesë praktike, në punësim, sepse fundit sot edhe shumë kompani ka që marrin të rinj për pjesë praktike, por nuk i mban vetëm si praktikant pa mbuluar shpenzimet. Kështu që le të përgatisim afaristë me praktik dhe jo vetëm me teori.